nuk do të kemi të lashe të paktën në 2 proceset e para, që është konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë. Për shkak që me 57 deputet sa e kishte vetëvendosja, ishte e qartë që ajo do të mund ta konstituon të kuvendin dhe do të mund ta formon të qeverinë vetëm me minoritetet pa nevojë në një koalicioni i cili i duhej me domos në vitin e kaluar, pra pas zgjedhjeve të shkurtit, të cilat u pasuan me një zvarritje afro një vjeçare. Si rrjedhoi, ajo çka po ndje ishte diçka e prishme, i kishim të 2 procese që u realizuan brenda pak orësh, kurse sot më njëherë filloi punën në qeveria duke proceduar buxhetin dhe duke miratuar marrëveshjet ndërkombëtare. Pra duke hapur rrugën për ratifikimin e tyre në kuvendin e Kosovës. Pra këto 2 kanë qenë çështjet kryesore me të cilat qeveria e Kosovës është deklaruar që do të merret si punë e parë. Dhe pas kësaj, e njëjta ka thënë, apo përfaqësuesi kryesor i saj, kryeministri Albin Kurti, ka thënë që do t'i vijë rradha më njëherë edhe diskutime për çështjen e presidentit, çështje që kërkon në një farë mënyrë dialog më të zgjerë, e gjithashtu kërkon vota më shumë, e çka krejt kjo mund të sjellë në një ngërç tjetër apo mund të çojë në zgjedhje. Por arshet pozitive se nga fjala e zotit Kurti, pra i gatshëm që nga nesër të nisim bisedimet për këtë proces të dytë të rëndësishëm për Kosovën, apo jo? Po, mendoj që është një sinjal pozitiv, në përgjithësi jo vetëm kjo deklaratë në lidhje me presidentin, po zoti Kurti që nga përfundimi i zgjedhjeve më 28 dhjetor e ka zbutur gjuhën dukshëm karshi oponentëve të tij politik, karshi opozitës, partive opozitare, dhe një gjë e tillë duket që do ta zbehë atë atmosferën polarizuese të cilën e kemi pa veçanërisht pas zgjedhjeve të shkurtit edhe në këtë vitin e bllokadës. Sa i përket qeverisë dhe kuvendit, normalisht kuvendi nuk dha diçka ndryshe prej asaj që pritej, pra e kishim Albelina Agjon si kryeparlamentare, ndërkohë emri i vetëm që ka pak më befazues ishte nënkryetari Ardian Gola, i cili nuk është diskutuar si emër, kurse sa i përket çështjes së formimit të qeverisë, elementi që ka ngjallë më shumë diskutim është fakti që zoti Kurti ka vendosur t'i rresë ministrit, ta rresë numrin e tyre, pra nga 16 sa kanë qenë në 20, pra kjo ka qenë pak a shumë befasi. Befasi ka qenë edhe emërimi i disa figurave si ministra, ndonse po e quajmë befasi, por befasia kishte ndodhur në dhjetor të vitit kaluar, në fakt më herët më duket, kur zoti Kurti e ka propozuar qeverinë e tij në momentin që nuk ju votua ajo, që ishte pastaj edhe propozim i ngjashëm edhe nga zoti Konjusa, pra janë pak a shumë emra të njëjtë, po siç tjetë është pritur, apo ka pasur pritje që disa prej këtyre emrave të ndryshohen, madje edhe Kurti pa të thënë që propozimi i qeverisë së tij tani nuk do të jetë i njëjtë për nga emrat me atë që kishte propozuar vitin e kaluar.